Në qoftë se ti hap një biznes, mos prit që familjarët e tu, njerëzit e afërt të mbështesin, janë të fundit që do të sprovojnë me anë të tjerëve. Dhe ta bënte vajtjeardhje Fier Tiranë, që nuk është e lehtë, se sot është 1 orë e gjysmë, po në atë kohë ka qenë 3 orë. Për sa kohë? Për 4 vjet e 6 muaj. Çdo ditë? Çdo ditë. Si më thon, nga burën kjo frika e njerëzve, edhe frika jeme, për dentistin. Si më thon, a janë sofistiku? Besoj se po, por a janë sofistiku mjetet, metodat për pjesën e dhimbjes? Nuk mund të flem gjumë. Në qoftë se duam të arrijmë diçka, ne nuk mund të flem gjumë të rrimë në një dhe do na vinë gjërat ashtu si duam ne. Për të arritur aty ku ti dëshiron, duhet të luftosh. Dhe në qoftë se ti rrëzohesh, bie të dalin tunele pafund, drita do jetë gjithmonë në fund. Po kërkon investimin tënd të radhës? Extra Real Estate të sjell prona ekskluzive nga Dubai drejt Evropës, të sigurta, të besueshme dhe të përshtatshme për ty. Extra Real Estate, investo me mend, jeto me stil. Frymëzohu nga historitë e shqiptarëve që po lënë gjurmë në botë. Sukses made in Albania. Sjell në dritë vizionarët dhe sipërmarrësit që bëjnë diferencën. Ndiq rrugëtimin tënd, bëhu ti historia e radhës. Do të ndërtosh brandin tënd personal dhe të shpërthesh në rrjetet sociale? Radio Marketing është makineria krijuese pas videove më virale në Shqipëri. Strategji, xhirim, montazh, Radio Marketing i bën të gjitha. Zëri yt ka vlerë. Radio Marketing e bën të dëgjohet më gjerë. Mirë se vini në podcastin e suksesit. Sot kam Bianca Bufi, vajza e drejtueses të Bianca Dent. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Ta nisim nga fillimi. Si nisi dashuria jote për stomatologjinë? Në fakt, dashuria për stomatologjinë është rrënjë e familjes time. Nisi nga mamaja ime. Po të kthehemi pas në kohë, para shumë vitesh, mamaja ime ka qenë laborante dentare ose si quhet sot teknike dhëmbësh. Dhe ambicia që ajo kishte për ta zgjeruar akoma më shumë biznesin, nuk mund ta linte dot me aq. Një ditë e bukur vjen në shtëpi dhe thot, "Ka vendosur të bëhem mjeke stomatologe." Kështu që unë ato vite isha shumë e vogël, isha në fillore dhe për të ishte shumë e vështirë të kujdesej për çdo gjë paralelisht, si për punën, si për universitetin dhe për mua. Por kishte një shtys, një mbështetje. Gjyshen time që nuk mund të më linte mua vetëm, flasim realitetin. Kështu që vendos shkollën e stomatologjisë, ta niset e UFO-ja, sa ishte hapur në ato vite, dhe ta bënte vajtjeardhje Fier Tiranë, që nuk është e lehtë, se sot është 1 orë e gjysmë, po në atë kohë ka qenë 3 orë. Për sa kohë? Për 4 vjet e 6 muaj. Çdo ditë? Çdo ditë. Vajtjeardhje çdo ditë dhe kur kthehej, punonte deri në orën 2-3 të mëngjesit, flinte, çoi në 4, pinte kafe dhe vazhdonte rutinën e përditshme. Ishte shumë e lodhshme realisht për të. Kur e hapi klinikën, cilat ishin vështirësitë e para? Të e them për të gjithë realisht, sepse në qoftë se ti hap një biznes, mos prit që familjarët e tu, njerëzit e afërt të mbështesin, janë të fundit që do të sprovojnë me anë të tjerëve. Realisht ajo në fillim ka punuar në klinikë private, në spital, që ishin të ndara në atë kohë, dhe e mbështetën patjetër kolegët e tjerë, e mësuan çdo gjë dhe e thotë dhe sot e kësaj dite që pa ata nuk do isha sot këtu ku jam. Avash pastaj hapi klinikën ngjitur te shtëpia vetëm me një poltron të vogël, realisht ka qenë një, le të themi, në thonjza një zgëqje shumë e vogël, por ishte shumë e vështirë për të pasur pacient, sepse të gjithë thoshin që ti ke qenë laborante, si mund t'ja dalësh, por njerëzit sot nuk e dinë që çdo gjë niset nga shkalla e parë, jo direkt në shkallë të fundit të piramidës. Ç'a mendoje kur shifje nanën tane të bëjë gjithë këto sakrifica? E dija që doja dilte. Ajo shumë ambicioze ka qenë gjithmonë dhe vazhdon të jetë. Dhe unë realisht thoja gjithmonë doja dali pastaj, se realisht kam qenë shumë e vogël. Sepse një femër e vetme është shumë e vështirë në ditët e sotme. Në atë kohë, patjetër që ka qenë tabu femër e vetme, pa mbështetje mashkulli, prezencë në familjen tonë, por që realisht ajo ja doli dhe ja del çdo ditë akoma më shumë mban. Dashurinë për stomatologjinë, a e pate, si më thonë, edhe pak natyrale apo nga vëzhgimi, duke pa nanën tane, si më thonë? Të dyja të gërshetuara nga pak, sepse ideja ime ka qenë gjithmonë ideja e mjekësisë dhe kirurgjisë, që unë do ta vazhdoj patjetër më vonë kirurgjinë. Por të ecësh në hapat e saj galopant është shumë. Domethënë, unë përmbledh me këtë shprehje që ajo mbolli një bim dhe priste që të bënte një lule, por sot realisht ajo është një pemë që lulëzon në të gjitha stinët, me të gjitha frutet e saj. Dhe realisht unë jam krenare për arritjet e saj deri më sot. Super. Më the që jo gjithmonë ka kenë suportin nga njerëzit i afërt. Për ty personalisht, por edhe për nanën tane si profesioniste, por edhe si sipërmarrëse tash me një klinikë.
A ju ka motivu më shumë kur ju thoni njerëzit që mund t'ja dilni apo nuk mund t'ja dilni? Të dyja ecin paralel. Sepse ke dhe mbështetjen e shumë njerëzve që thonë, shiko, ti nuk do dorëzohesh tani, se ka pas momente që është dorëzuar, është lodhur si fizikisht, si moralisht, në gjitha aspektet. Por që kishim disa familjarë të afërm që thoshën, arrite deri këtu, mos e lër me kaq. Jeta është sfidë dhe realisht do të ishte shumë e mërzitshme nëse çdo gjë do të ishte deti i qetë atë kohës. Ka pas dallg absolutisht, por që ajo ja ka dalë dhe ambicia më e madhe vërtet ka qenë tek ata që thoshin ti nuk doja dalësh dhe ti flet me veten dhe thua unë doja dal sepse unë arrita deri këtu dhe 2-3 gjëra që mund të dalin përpara nuk janë absolutisht asgjë në ditët e sotme. Kështu që ajo ja doli vërtet. Super. Te pjesa trajnimeve. Unë e di personalisht, por për audiencën, sa kohë i kushton trajnimeve? A është enough, si më thonë një herë? Mjekësia nuk është kur fund. Çdo ditë zbulojmë gjëra të reja të shkencave të fundit mjekësore dhe unë dua që të sjell më të mirën për pacientët, teknologjinë e fundit. Unë gjithmonë eci me hapat e viteve të fundit. Mjekësia absolutisht asnjëherë nuk është fund. Dua të sjell risitë më të reja për një ambient sa më komod, që ata të ndjen një ambient familjar, jo ajo frika që shkojnë tek dentisti si një shtëpi horrori. Të ndjen sa më mirë ata dhe unë jam e lumtur që çdo ditë mësojmë akoma dhe më shumë gjëra të reja. Domethënë çdo ditë ulem, bëj trajnime të reja dhe them, okay, jam e surprizuar për çdo gjë që mësoj. Super. Ma përmende pak këtë pjesën e komfortit klientave. Sa e keni kushtuar rëndësi? A është ideja që të vi dikush thjesht me marrë shërbimin edhe me ik, apo është komplet që nga momenti që hap derën e klinikës? Shikao, të gjithë bizneset e tyre i kanë kthyer me plot kuptimin e fjalës biznes. Erdhi klienti, erdhi pacienti, siç i themi ne, erdhi leku. Jo. Unë dua që ai të ndihet komod. Të gjithë kemi nevojë për pjesën ekonomike, se prandaj i hapim bizneset dhe punojmë, por dua që ai të ndihet komod. Dhe e dim shumë mirë që në ditët e sotme të gjitha kanë frikë dentistin. Kjo nuk diskutohet. Dhe unë dua t'ia shpjegoj të gjitha hap pas hapi procedurën që do ndjeki, që ai mos të ketë absolutisht frikë. Dhe dua t'ia bëj sa më të lehtë dhe sa më të qartë. Dhe kur e shikoj që ata në fund largohen të buzëqeshur, mendoj që misioni dhe detyra ime aty mbaron. Si më thonë, nga burën kjo frika e njerëzve, edhe frika jeme, për dentistin. Si më thonë, a janë sofistiku, besoj se po, por a janë sofistiku mjetet, metodat për pjesën e dhimbjes? Patjetër që po. Frika më e madhe ka nisur fill në kohën e atëhershme, për arsye sepse atëherë kishte shumë pak anestezi dhe pirjet zakonisht përdoreshin për ata që bënin ekstraksione ose heqje të dhëmbit, nuk përdoreshin tek mbushjet e kanaleve, të heqjeve të nervave në thonjza siç i thot populli, dhe normalisht të heqësh nervin për zgjalli është dhimbje dhe unë e kuptoj shumë mirë. Dhe janë ushqyer me atë idenë që bo frika e dentistit, ndërsa sot bëhet anestezi në çfarë do lloj momenti që ai të ketë dhimbje që mos të ndjej absolutisht asnjë lloj problemi, që kur vjen aty do bëj anestezin dhe jam i qetë. Ikën ajo pjesa e frikës sepse normalisht ndikon shumë ana psikologjike. Kështu që sot mjetet janë shumë të sofistikuara dhe nuk ka absolutisht asnjë lloj problemi që të vish tek dentisti. Po e kundërta ndodh, se un kam një shok për shembull që ai më parë preferon po themi me heq një llëmb, po anestezi se sa sepse ka frikë më shumë ato gjelpona. Anestezia, po është e vërtetë, sepse thonë se disa mjek kanë ato dorën e rëndë, se përpara aget kanë qenë me diametër shumë më të mëdhash dhe ndërsa sot është në bazë të lloje të ndryshme të nervave aty ku ti do t'i injektosh, qoftë maksil, në vllajsi për mandibul, në vllaj poshme. Kështu që janë në bazë simetrisë të tyre dhe pacienti realisht nuk ka pse të ketë frikë, sepse ne dim ku injektohet që ti mos të ndjesh atë lloj dhimbje. Ka zona që realisht patjetër që të dhëmbin, por që unë zakonisht i përgatis pacientët, shiko, kujdes se kjo zona do të dhëmbi pak. Mundohem t'i bëj një injeksion sa më të lehtë që të mpihet pak dhe unë që të vazhdoj gradualisht procedurën time. Po më bën sens kjo që the që e përgatit pa klientin, sepse kam lexuar diçka në internet që thoshte kur diçka në thojza pak e vështirë emocionalisht për dikë të ndolli, është më mirë me përgatit. Me thonë që shiko se do kesh këtë, se sa më ardh bum, si më. Është e vërtetë sepse sot realisht shikojnë, unë mund të kryej një procedurë dentistrie dhe ata i shikojnë paraprakisht në internet. Por aty mund t'i egzagjerojnë për shkak të inteligjencës artificiale, që shikojmë lloje së gjëra sot. I egzagjerojnë dhe unë them,
kjo nuk ekziston këtu. Ne nuk do bëjmë të procedurë, ne do vazhdojmë një procedurë tjetër që ta largojë atë ndjesinë e frikës që ai mund të ketë, që është para përgatitur duke i parë këto gjëra në internet. Përveç anës shëndetësore, sigurisht është edhe ana estetike e pamjes. Patjetër. Sa rëndësishme është për një njeri buzëqeshja? Shumë, realisht shumë, sepse ata mua më vinë në klinikë dhe thonë i dua si kjo aktore hollywoodiane thëmbët, ose më thonë zakonisht i dua si që ke ti, i them, unë kam dhëmë të mi natyral. Ne do të mundohemi të zbatojmë në anën anatomike të fytyrës tënde, sepse në qoftë se vjen një paciente dhe ka fytyrën shumë të vogël, unë nuk mund të bëj dhëmë masiv të mëdhenj, sepse do dukej realisht shumë keq. Unë mundohem të përshtatem në bazë të fytyrës vet dhe ngjyrën, realisht të gjithë thonë sa më të bardhë. Në momentin që ti je smer dhe i vendos sa më të bardhë, do dukesh skandal. Sepse ti e bardhoshe, mund t'i vendosë dhëmë atres, si që themi ne që janë shumë dhëmë të verë, do stonon të jashmase. Që mundohem të përshtatëm naturalitetit, që edhe kur ti të buzëqeshën mos kuptosh që ke vendosur dhëmët, por i ke dhëmë të tu. Pra, në çdo rast, në 100% rasteve duhet se s'bën t'i kesh dhëmë ose të shkojnë t'i kesh dhëmë të bardhë. Absolutisht, ja, sepse kjo nuk është në proporcion me fizionominë e pacientit. Të kuptoj. Tregove pak për eksperiencën e klientit. Po pjesën e standardit në punë, për pjesën e higjienës, për pjesën e metodikave etj. Sa kujdeseni ju si klinik? Jo vetëm unë si klinik, por të gjitha klinika dentare, sepse vjen kontrolli nga shteti higjieno-sanitar, me thënë të drejtën, dhe ata nuk të lejojnë që ti nëse gjen diçka jo sterile, jo higjienike, të sterilizuar siç janë instrumentat që janë me aparaturat e sotme. Në momentin që ti nuk e ke një instrument të sterilizuar, ata kategorikisht të mbyllin biznesin. Dhe kjo është parsore, sepse gjithsesi ata nuk të lëshojnë dot dhe atë ligjienon sanitare që është në ditët e sotme. Pa të, ti normalisht nuk punon dot. Dhe realisht mund të mbyllin dhe biznesin dhe licencën dhe ti nuk punon dot. Kështu që ajo është parsore jo vetëm klinikën time, por në çdo klinika. E kuptova. Vim te pyetja ime e preferuar e podcastit. Bianca, je përballë pasqyrës. Edhe shikon veten tane para 15 viteve. Ato ditë e para kur është hap klinika. Edhe Bianca po shikon, pra Bianca para 15 viteve shikon ty të arrir profesioniste, duke u zhvillu prap edhe më shumë, keni klientelën tuaj, keni emrin tuaj në fier. Ç'a mendon se do thoshte? Do ndihesha shumë krenare për veten, për arritjet deri më sot, që nuk e mendoja asnjëherë që do arrija këtu ku jam sot. Sepse thosha doja dal dot, doja të pamundur, sepse mjekësia është e vështirë në kuptimin që të ulesh të rrish gjithë ditën mbi libra, mos të dalësh, mos të shijosh atë moshën tënde, është e vështirë, por duhet të kesh vullnetin, sedrën, që të jesh gjithë ditën mbi libra dhe vërtet more e zëm 5 në atë lëndë. Por ti ke marrë notën tënde dhe ke mësuar, sepse kjo bazohet nga ana pedagogjike, nga profesorët sa shumë të vlerësojnë. Ka nga ata që të vlerësojnë me notën që ti meriton, ka ata që thonë kaq të jap, nuk të jap më shumë. Por unë jam krenare për veten derisa kam arritur akoma më shumë sot. Vërtet nuk e prisja, kam bërë specializime pafund dhe jam shumë e qetë dhe krenare për veten time. Po ti, ç'a do i thoje Biancës? Do t'i thosha që mos u streso, lëre jetën të vi sipas dëshirës së vet, lëri ngjarjet të rrjedhin vet, ti ulu studio dhe mëso dhe çdo gjë do arrihet në jetë. Më the që kam kaluar të gjata studime etj. Më trego pak më shumë sa ke sakrifiku për marrë këto kujesat? Realisht shumë. Kur ishte periudha sezonale, sezonit të provimeve dhe ne nuk ishim një javë diferencë, domethënë për të mësuar, po mund kishte edhe ditë që kishe sot për nesër provimin, ose 2 ditë diferencë, realisht unë e gdhija me ne të tëra. Mund edhe mos të flija realisht. Merja atë Nescafen që të rria pak zgjuar, lodhesha shumë, por nuk kisha ç'a bëja, nuk kisha zgjidhje tjetër realisht. Se sa do të mësos gjatë gjithë kohës, prap do t'i rikthesh atyre, sepse mund të kalojnë edhe shumë vite të tjera dhe them, ta hap dhe një librin, ta shikoj edhe një herë këtë. Interesante. A mendon se ndoshta ta kishe marrë pak më shtruar, do kishe ardhur këtu kujesat? Ajo ka vlerë gjithë kjo sakrificë? Patjetër që ka vlerë. Po nuk mund të flem gjumë. Nëse duam të arrijmë diçka, ne nuk mund të flem gjumë, të rrim në një jetë dhe do na vinë gjërat ashtu si duam ne. Për të arritur aty ku ti dëshiron, normalisht që ambicia asnjëherë nuk ka fund. Nëse dëshiron të bësh dikush në jetë, duhet të luftosh. Dhe nëse ti rrëzohesh, bie të dalin tunele pafund, drita do jetë gjithmonë në fund.
Super. Dalim pak kështu big picture, dalim nga profesionin, nga ana teknike, nga puna e përditshme. Flasim pak për anën e biznesit. Sa vështirë ishte me rrit një biznes, sidomos nëse je femër, a din, nan, bi, për me ngrit një emër, a din. Është shumë e vështirë sepse thoshin gjithmonë, flas edhe për pjesën e mamasime, që ti je femër, ti do bësh heqjen? Heqja, në fakt, nuk do forcë, do taktik. Okay. Po ditë taktikën në arrin ta heqë çdo Mikollaj, jo, se do bëjmë mure, nuk do ngrem gradatçela, flasim realitetin. Por që realisht ka qenë shumë e vështirë, sepse thoshe, o kam për të paguar këtë, kam këtë. E rëndësishme është nëse ti hap një biznes në fillim, mos u mërzit nëse nuk fiton. Mundohu që të paktën të fitosh nga pakti çdo gjë të dalë ek. Dhe ajo është një arritje shumë e madhe për ty. Pastaj më vonë emri do të ngrihet. Dikush dikur më ka thënë, puno 10 vjet për emrin dhe pastaj emri do punoj të rjetën për ty. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Ta vazhdojmë këto te kjo që the. Sa kohë i duhet mesatërisht një biznesit për me u stabilizu, po themi, jo me gjeneru një fitim të madh, por me nxjerr veten, si i themi ne. Për të fituar pak. Me nxjerr shpenzimet. Me nxjerr shpenzimet. Sepse kam shumë të ri që më shkruajnë në rrjetet sociale si të bëj një biznes ose një profesion që të fitoj shpejt. Sepse është bërë kështu si stereotip tash. Ja, ose lek pasiv komplet, kjo edhe shkollë tjetër. Pra sa kohë i duhet mesatërisht? Shikao, të gjithë presim të dalim aty jashtë dhe të bien lekët nga qielli. Kjo nuk ndodh. Se të ishte ashtu do ishim të gjithë të pasur sot, flasim realitetin. Por që të paktën 6 muaj ne nuk kemi fituar, vetëm kemi nxjerr dhe aty ka qenë një deluzion shumë i madh për ne, se thoshim vetëm po nxjerrim ku është fitimi. Por realisht që klinika që ftoi emrin nga mamaja ime, ju deshën të paktën ja 3 vjet po njërë. Që të kishte një klientel tamam të sofistikuar, kështu që flas realitetin. Tipike e biznesit. Absolutisht nuk është asgjë nuk është e lehtë sot. Nëse ti do e arrin diçka. Të gjithë mendojnë që e hapa biznesin dhe tani unë do fitoj, do i blej që të gjitha. Absolutisht jo. Ka momente, mund të ketë dhe momente që ti 2-3 muaj nuk ke asnjë pacient në klinik, por realisht ti ke shpenzime për të bërë dhe realisht nuk është e lehtë dhe ti thua më duhet ta mbyll. Jo. Asnjëherë nuk do ta mbyllësh, asnjëherë nuk duhet të dorëzohemi. Janë sprova të mëdha të jetës që ne çdo ditë i kalojmë jo vetëm nga ana profesionale, por edhe nga ana personale. Kështu që në asnjë moment të jetës nuk duhet të dorëzohemi. Ju të dyja bashkë keni rrit një biznes. Po biznesi, ajo ka rrit ju? Mendoj që po, ecin paralel të gjitha. Realisht sot ecin paralel të gjitha dhe ai emër që sot i klinikës dentare, që mbaret emrin tim, është falmamasime. Dhe çdo ditë më shumë pacientët vinë edhe të pyesin, po këtë shërbim e ke, po këtë e ke, dhe ne çdo ditë i kemi sjellë ato gjëra. Dhe realisht këto i ka sjellë dhe i ka ndërtuar biznesi. Por biznesi nuk do ndërtohej pa qenë vetë ajo prezente. Paralelisht. Kuptoj. Pyetja $1 milion. A ka klienti gjithmonë drejt? Jo. Okej, pse? Bëj shaka. Shiko, nga ana teorike thuhet që klienti ka gjithmonë të drejtë. Sepse siç e përmenda edhe pak më përpara, ai thotë unë dua dhëmbët kështu, ose dua kam ardhur këtë dhëmbin ta heq edhe ta bëj implant. Është shumë kollaj të vësh një implant sot dhe nga ana ekonomike ne normalisht fitojmë pak më shumë. Por unë jam pro e ruajtjes së vitalitetit të dhëmbit, sepse asnjëherë nuk e kthen dot dhëmbin tënd. Se ai dhëmb mund të jenë prishur muret, janë destrukturuar muret e dhëmbit dhe nuk ato mund të ndërtohen shumë kollaj, mund të vendosin një klëp dhe ti ke dhëmbin tënd të gjithë kohës. Por ka raste patjetër që edhe pacienti ka të drejtë që thotë unë mendoj që këta dhëmbët e mi janë totalisht të destrukturuar dhe mendoj t'i vesh të gjithë në klëfa. Prandaj ne mundohemi ta bindim pacientin ku ka dhe ku nuk ka të drejtë. Kam pa një video në internet, por hyte pak te videot konspirative, që thoshte dhëmbët kanë aftësinë me u rigjeneru. A është e vërtet? Zakonisht kjo ndodh tek dhëmbët e qumshit e dhëmbët e fëmijëve dhe këtë do ta tregoj pak për arsye në momentin që ty fëmijës i lëviz, i lukson një dhëmb qumshi, është vrar diku, ai bie dhe ti në atë moment atë dhëmbin për ta ruajtur mund ta vendosësh në një gotë me qumësht dhe mund ta rindërtosh përsëri. Por zakonisht to ndodhen edhe te dhëmbët nëse janë dhëmbë të përhershëm.
bie poshtë kjo e dhëmbë e qumshit. Unë zakonisht I them pacientëve mbajini dhëmbën e qumshit se nuk I dihet se shkenca çdo ditë evolon për të ruajtur qelizat staminale, sepse jo më pak se para një jave lexova që një shkencëtare shqiptare realisht në Angli ka 2 vite që studion për të risjell përsëri dhëmbjen. Pra nuk ka nevojë më për implant për ta zvendësuar rrënjën e humbur, por atë dhëmbë që ti ke me anë të gjakut ose plazmës së pacientit dhe me shkencë laboratoritike me anë të miut realisht bën ndërtime në laborator që ti dhëmbën që ke humbur mund ta ndërtosh përsëri. Për sa kohë mendon se mund të jetë kjo teknologjia aksesueshme për masën? Akoma nuk është vendosur si procedurë 100%, por mendohet që do vi dhe do të vi shumë shpejt, 5 vjet mendoj që është shumë larg, mund të vi akoma dhe më shpejt si procedurë. Wow, interesante. Pjesa e AI, atë ndihmon apo të në thojza kërcënon punën tonë? Inteligjenca artificiale, realisht unë bazohem te informacionet e mia, me atë që kam mësuar dhe çdo ditë të mësoj. Por është e vërtet, vin pacient dhe thonë që shika, unë e lexova në internet dhe ky dhëmbi mund të mbushet me këto etapa, kështu që mbushet. Dhe unë I them, fal, unë kam grafin, ky dhëmb është I destrukturuar, është I prishur dhe të ka ngel vetëm radiksi, vetëm rrënja, nuk ka jetë më duhet hequr. Jo, ma thot inteligjenca artificiale. Okej, I them, vazhdo, merr gjitha bëj vet. Po. Po iki që këto. Interesante. Të kthehemi edhe një herë tek frika. Si ja heq frikën një pacientit? Është shumë e thjeshtë. Pacienti po të pa që ti buzëqesh, e heq atë petkun e frikës dhe thot, ok, kjo po buzëqesh, çdo gjë do shkoj shumë mirë. Dhe unë mundohem që të them ri qet, marrin 5 minuta kohë, merr frym, bëj atë anamnezën, kontrollin e përgjithshëm nga sevuan, nga ana shëndetësore që është primare në çdo pacient që vjen, sepse unë dua të di nga sevuanti që të di çfarë protokolli unë të zbatoj. Por realisht deri më sot ja kemi arritur ta heqim atë frikën, atë skenën e horrorit të pacientëve, sepse realisht sot janë mësuar me risitë e reja që sjell dentistria, vinë edhe të përgatitur disi para 2-3 vitesh nuk donin, kishin frikën e implanteve, ndërsa sot thonë vet do vi të bëj implante sepse e din se çfarë rëndësie ka implanti, që është një procedurë pa frikë dhe unë realisht në njëherë them më mirë bëj I them pacientëve është më e thjeshtë të bësh implantin se sa të bësh pastrimin e gurzave. Okej. Si ka ndryshuar tregu? A është më lehtë sot ose ai vën më shumë rëndësi shqiptarët sot buzëqeshjes se sa më përpara? Po, realisht po, se përpara ka qenë ana ekonomike ka qenë shumë e keqe çdo individi në çdo fushë. Dhe mundoheshin të kursenin derisa I linin dhëmën në gradën e fundit dhe ti vërtet mundohesh edhe s'dije çfarë të bëje. Domethënë përfundonin në proteza të lëvizshme. Por ato janë dhe inkomode, pavarësisht se janë shumë të mira për shumë njerëz që nuk kanë anë ekonomike. Sot janë shumë të informuar, vinë vetë, shpjegonin procedurat, hap pas hapi të gjitha dhe e thonë, ok, ne dim ta bëjmë këtë, e kemi marrë informacionin, sepse realisht dhe videot informuese që qarkullojnë në internet janë pluset për të gjithë pacientët. A është e vërtet apo mit, kam pa në internet prap një, domethënë kur kemi dhimbje dhëmbi, po themi ndoshta një orar të vonë, që s'kemi akses te dentisti. A është e vërtet që mund vendosësh një kub akulli këtu te dora edhe se ato shpjegonin nga ana psikologjike, gjasme ti e ke menjen, ke fokusin te pjesa e ftohtë, edhe ndoshta heq pak fokusin nga dhimbja e dhëmbit. Ose përveç kësaj është e vërtet, cilat janë ndonjë ushqim ose diçka që mund bëjmë për shpejt për me ul dhimbjen e dhëmbit deri të nesërmen, që mund shkojmë te dentisti. Unë realisht e kam shpjeguar edhe në një video time që dhimbja e dhëmbit nis gjithmonë natën për arsye sepse trupi është në qetësi. Dhe ti nuk arrin dot flesh. Ajo mund të ketë filluar gjatë ditës, por ti e ke anashkaluar sepse je marrë me punë, me procedurat e tua, nga puna në misionet e tua personale. Dhe ajo nis natës, se ti thua gjatë ditës se do kaloj dhe nuk e ke mendin aty. Por kur ti fle, aty përqendrohet komplet qetësia dhe dhimbja e dhëmbit fillon dhe nuk pushon më. Gjithashtu në internet përveç akullit thuhet edhe për hudhrat. Edhe për të bërë gargar me birë. Unë janë shkaloj të gjitha këto, asgjë nuk të qetëson. Përveç një qetësuesi në atë moment që mund ta shtysh të paktën deri diku, ndoshta në një okë ose ibuprofen. Janë dy qetësuesi që unë ja sugjeroj pothuajse të gjithë pacientëve. Zakonisht ata që vuajnë nga stomaku duhet marrin Rapidol S gel, që është ibuprofen, sepse ibuprofeni tablet I dëmton akoma dhe më shumë.
Prandaj jam pro gjithmonë okit, sepse nuk ka disavantazhe të tjera për destruksionin shëndetësor të pacientit. Kështu që vetëm ajo mund të arrijë të qetësoj, por jap një këshill, në qoftë se ty e ndjen gjatë ditës që të fillon pak dhëmbi, shkoni te mjeku stomatolog sepse asnjë nuk mund t'ja qetësojë në atë moment, sepse natën realisht nuk e ç'a bën. Ka pacient që zakonisht kanë vajtur dhe në spital, bëjnë serume, po prap mund të qetësohesh, por prap nuk të qetëson aty ku do ti, sepse realisht kjo ndodh, dhëmbi ka vajtur, është destrukturuar, ka vajtur afër nervit, por dhëmbi nuk shkon menjëherë afër nervit. Dhëmbi fillon të prishet avash dhe ti thua, hëse do kaloj, kështu që unë i them gjithë mos e lini të shkoj sepse kollaj shtishet nervi. Ai jetësia tyre shkon 50 me 50. Fillon të nxihet mbas shumë viteve dhe ti realisht nga ana estetike nuk të pëlqen më ai dhëm. Sidomos nëse është pjesa e fasadës të dhëmbëve të përparme, do dukesh realisht shumë keq. Kështu që gjithë ja këshilloj, fillon dhimbja e dhëmbit, shkoni te dentisti. E kuptova. Para se të filloj dhimbja e dhëmbit, dhimbje kështu që normale, nuk i duron, domethënë. A ka ndonjë simptom tjetër me kuptu pak se mund të kesh një problem me dhëmbët për shkak, që mos ta lëm për në momentin e fundit deri te dhimbja. Zakonisht kur ti ha të ëmbla, që shumica i hanë ëmbëlsirat dhe fillojnë të jep si një tik nervor, ose kur pi të shumë të ftohta, shumë të nxehta, pi energjetike, patatinat që fëmijët i adhurojnë në ditët e sotme që unë i eliminoj kategorikisht. Këto janë disa nga ushqimet kryesore. Cigaria jep zakonisht këtë problem, sepse në momentin që ti thith cigaren të jep atë tikun nervor dhe fillojnë ato shkaqet e para. Në çdo ushqim që ti do konsumosh do të fillojë të japi një ndjesi. Pastaj pushon për disa kohë dhe do të rifilloj akoma dhe më keq. E kuptoj. Cili është armiku numër 1 ose 3 armiqt kryesor të dhëmbit, shëndetit dhëmbit? I ceka dhe pak më përpara. Patatina është armiku më kryesor se ëmbëlsirat. Patatinat? Po, sepse përmbajnë më shumë yndyrë. Në momentin që ti konsumon patatinën, ajo fillon ngjeshet akoma më shumë te sipërfaqe dhëmbore. Dhe fillon dhe fle aty gjuhën, fillon shkrin, edhe ha dhëmbin akoma dhe më shumë. Ndërsa ëmbëlsirat, patjetër që e destrukturojnë dhëmbin, por përmbajnë edhe yndyrna dhe atë glukozën, dhe të dyja së bashku fillojnë edhe shkrihen dhe lënë copëza të vogla në sipërfaqet dhëmbore. Kështu që ajo e prish dhëmbin, por pak më vonë se patatinat. Dhe sigurisht dhe pijet alkolike janë armiku kryesor. Flas për ata që pinë më shumë se ç'duhet alkool dhe normalisht jo vetëm dhëmbët, por edhe shëndetin, edhe organet. I go traki tash, s'ka problem. Si na thënë. Okej. Kthehemi pak tash te rrugtimi prap. A ke pas histori prekse nga ndonjë pacient? Shumë, realisht shumë. Duhet të jesh shumë, në thonjza gjerman, për ta bërë profesionin e mjekut. Sepse kur vinë dhe të tregojnë, jo vetëm për problemet ekonomike, që kjo është këmbkryq kudo, por ka qenë një paciente jo më pak se para 2-3 vitesh, që kishte vajzën 14 vjeçe, të diagnostikuar me tumor ose me kancer, siç e thot populli, në kokë, dhe ajo kishte një dhimbje dhëmbi dhe thoshte dhimbje më të madhe të shpirtëve provoj tani dhe nëse heq dhëmbin as nuk dua t'ia di fare. Realisht ata ishin cop nga ana ekonomike, as nuk diskutoj kimio pafund, operacione për vajzën, dhe mami i ka bërë disa mbushje dhe i ka thënë, i ke nga ana ime, nuk mund ta bëj këtë. Pavarësisht se ajo tha në asnjë lloj mënyre, jo tha. Jepja vajzës këto. Super. Si është të punosh me mamin çdo ditë? Ose më thuj pjesën e bukur edhe pjesën më pak të bukur? A është kërkuese ndaj teje? Shumë. Ajo ka pasur shumë praktikant realisht dhe ka qenë shumë e sjellshme, e dashur me ta, sepse është kërkuese edhe me ata, por jo sa me vajzën e vet. Dhe gjithmonë kur unë mundoja të bëhesha në një mbushje dhe nuk shkoj në fillimet e mia ashtu siç donte ajo, më shikonte me sy, dhe më gacmonte më pickonte dhe thoshte çfarë po bën? Po e bën komplet gabim. Dhe pasi mbaronte më thoshte dua asin drejt teje. Dhe realisht, për prindin asnjëherë nuk ka fund ajo dëshira që fëmia të jetë sa më shumë, sa më lart, pavarësisht se ajo me të gjithë mundohet ta adhuroj profesionin, sepse thot, nesër pas nesër unë do dalë pension. Nuk po flas vetëm për mua, po edhe për të tjerët. Dhe unë nëse si jap profesionin tim këtij individi, atëherë unë do shkoj në duart e këtij dhe nuk e di se si do më dalë ky rrugtim.
Dhe në momentin që unë ja adhuroj profesionin, thot, e di shumë mirë që jam në duar të sigurta. Kështu që me mua ka qenë shumë e sertë. Kur keni debate profesionale, kush fiton më shumë? Ti që të dyja bani trajnime, por ti që ke ndoshta, po themi ndoshta një informacion pak më shpejt, më të updateuar nga rrjetet sociale, nga interneti e tjerë, apo eksperjenca shumë vjeçare? Eksperjenca gjithmonë fiton. Se sado ti ecën paralelisht me shkencën, ajo di diçka akoma dhe më shumë që e ka parë si ka qenë në fillesat dentistria dhe thot, vërtet mund të bëhet kështu, por kujdesa mund të ndodhi dhe kjo gjëja tjetër që sot e harrojnë të rinjt ata që të fillojnë të mësojnë, e harrojnë këtë detaj të vogël, se përqendrohen më shumë aty thotë dhe e harrojnë që mund të ndodhi ky lloj disavantazhi te pacientët, kështu që kujdes, zakonisht fiton ajo. Cila është pjesa më e vështirë e punës tone si stomatologe? Pjesa më e vështirë është kur më vinë pacientë alkoolizuar, më shumë se Pse ndodh kështu? Gjatë gjithë kohës. I fusi një teke rakisë ndoshta s'më dhem dhami kur ta punoj. Teke është mirë, por mos marrin shishën e rakisë. Se harrojnë që të pish raki, sikur edhe një teke nuk të zë anestezia, se është komplet kundër indikacion me procedurën dentare. Por që janë tërkohës dhe thonë, ke pirë ti, s'kam pirë unë. Okej, në rregull. Është shumë e vështirë të merresh me pacientë të tillë, por puna, profesioni, jo vetëm në fushën time, por në çdo lloj fushe ke të bësh me lloj soi njerëzish në ditët e sotme, kështu që do dish se si të menaxhosh situatën. A të ndodh ndonjëherë kështu me shqiptar tipik që të ndalin mes rrugës dhe thonë, ma shih pak e dhamin? Po, sa herë do dalë mbas ditëve, thonë, ua, shqyqyr që të pasë, nuk kam pasur kohë, fare të vi në klinik dhe hap gojën të ma shikosh që këtë dhëmi këtu, ndërkohë aty është natë, ora 8 e darkës dhe ti nuk shef dot asnjë gjë. Ndodh gjatë gjithë kohës. Dhe unë i them, po hajde në klinik se ekzaminimi i falas është, nuk se do harxhoni gjë, hajde dhe u them, këtu mes rrugës çfarë mund të bëj? Të kuptoj. Nga ana e biznesit, çka ke mësuar nga ana jote? Kam mësuar shumë dhe çdo ditë mësoj akoma dhe më shumë. E para dhe kryesorja si të menaxhojmë pacientët. Okay. Nga ana emocionale që është parësorja në profesion. Dhe sigurisht un kam mësuar në shkollë nga ana se kemi bërë shumë praktik, por mami më ka mësuar akoma dhe më shumë. Gjëra që realisht të tjerët nuk t'i dhurojnë në ditët e sotme, ajo un kam mësuar dhe në thonjza hilerat e profesionit. Mi ka mësuar goxha mirë, më ka mësuar edhe realisht si të bëj një dy lloj, le të themi në thonjza antibiotik që i themi ne për shëruar gingive ose mishrat e dhëmbëve, por që është bio. Dhe ajo ma ka mësuar sekretin se si përgatitet, gjë që nuk e jepte të tjerët. Super. Po nga ana njerëzore, edhe si non, ça janë gjona që se prindërit shqiptarë kanë tipike kështu që ta ripërsërisin diçka për një 5 vite rresht ose 10 vite. Ç'a janë gjona që të ka programuar në ana jote? Realisht ajo më jep këshilla dhe profesionale dhe personale patjetër. Dhe gjithmonë më thot i vetvetja, përqendrohu, mos ki frikë sepse gabime në punë mund të ndodhin të gjithë, por janë gabime të rikuperueshme, gjëra që mund të rregullohen, mos u shqetëso. Dhe realisht unë këtë e kam mësuar çdo ditë akoma dhe më shumë. Në fillim ajo punonte me mua, ndërsa sot i ikëm pa problem dhe ma lë mua biznesin pa frikë fare. Super. Unë shikoj që e ke edhe si mentore, nonen, përveç bashkëpunëtore e tjerë. Sa e rëndësishëm është për një profesionist, sidomos në fushën e mjekësisë, po e quaj, me pas një mentor të mirë, një ose më shumë? Patjetër që duhet kesh mentor shumë të mirë dhe realisht këtë e them te të gjithë. Në qoftë se doni sot të investoni tek vetja për të qenë dikush në të ardhmen, shkoni tek një që është dhe profesionist, ka vjetërsi dhe eksperiencë profesionale. Dhe për mua kjo është një karrierë shumë e arritshme nga ana si prindërore, si nga ana e profesionit, se jemi dhe kolege. Ajo më mëson dhe më mëson shumë dhe më jep këshilla çdo ditë. Nëse e zëm mund të bëj një gabim në klinik, pasi mbaroj procedurën dentare, më thot hajde me mua, këto ishin gabimet që ti bëre sot. Dhe është më mirë kur dikush të tërheq vëmendjen, sepse ti atë e fikson dhe nuk e harron asnjëherë. Nëse ti ai të lë ta bësh ashtu gabim, ti ashtu do e fiksosh gjithmonë. Po nga pacientat ose nga klientët, çka ke mësuar? Një diçka generale, një diçka njerëzore ndoshta. Pacientët ndahen faza në kategori të ndryshme. Janë ata pacientë që besojnë tek ty, te procedura jote,
Ka dhe nga ata pacientë që nuk të besojnë fare, se më shikojnë në fillim kështu dhe thonë, se ti je e re dhe nuk di. Por ka nga ata që thonë, ti je vajzë e saj dhe ti di, nuk e diskutojnë fare. Por Për komunikimin ndoshta. Patjetër, ka dhe nga ata që ti mundohesh ti thuash dhe faleminderit dhe nëse të bërtasin, të poshtërojnë, dhe ti në fund je detyruar me një buzëqeshje ti thuash faleminderit dhe ke të drejtë, se nëse ti debaton me një pacient, ty të ikën një dhe mbas atij do të ikin dhe 10 të tjerë, sepse varet si e transformon ai situatën në atë moment, por që ti je detyruar ti thuash ke të drejtë. Sa vështirë ose sa lehtë është për ty për me majt një qëndrim neutral, po themi, të marrë parasysh edhe përballjet me klienta, pra konfrontimet verbale, por edhe historitë e dhimbshme që kanë. Sa vështirë ke me u shkëput? Mundohem, siç e thash më përpara, që të jemi pak të ftohtë në ditët e sotme, sepse çdo ditë ka raste të ndryshme si nga njëra dhe nga tjetra. Realisht nëse pacienti vjen në klinikë të dorëzon shëndetin, të dorëzon kokën, i themi ne, dhe kur bëj anamnezën dhe lexoj që vuajnë nga sëmundje të ndryshme, realisht në moment prekem, por mundohem t'i suportoj, t'i them që jeta e tillë është, do ecësh përpara, do ja dalësh, mundohem t'i suportoj sidomos nga ana morale, pas asaj të kaloj te procedurat e mia dentare. Ka pacientë që kanë shumë sëmundje të ndryshme në ditët e sotme dhe mund të them që tumori fatkeqësisht është ulur këmbkryq në ditët e sotme te shumica pjesa dërmuese e popullsisë. Është shumë e vështirë dhe siç e cekëm në këtë tetor roz që i them të gjithëve, mos e neglizhoni pjesën e kontrollit shëndetësor, sepse të gjithë thonë nuk kam asgjë, shkon bëj një analizë. Një analizë do ta tregoj sikur një rendiment të vogël se çfarë problemi ke ti, kështu që sa më shpejt i kapim problemet shëndetësore në organizmin tonë, dhe do të shpëtojmë jetën tonë. Po kolegëve tuaj në industri, ç'a do i këshilloje? Kolegët e mi të ardhshëm apo kolegët aktualisht? Aktual. Edhe të ardhshëm, ata që mund të jenë sot studenta. E para, mos e shikoni profesionin si lek, si biznes, sepse normalisht që ti në çdo profesion që do futesh është biznes. Bëni diçka që të jeni të parët dhe të jetë profesioni i fundit, por do jesh me ambicje dhe vullnetin dhe sedrën që ti ke, ti do të jesh i pari në atë fushë të biznesit që ke. Mos bëni diçka që është e ngjeshur dhe e hapur te të gjithë dhe do bëj atë sepse ka lek. Jo. Mos ik me idenë e lekut, ik me idenë e ti vullnetit dhe pasionit që ti ke për punën tënde. Kështu që nëse ti vërtet e dashuron stomatologjinë, me shumë dashamirësi mund të arrish aty ku mund të kenë dalë sot të gjithë. Tha që një mjek duhet të jetë pak i shkëputur emocionalisht. Nga rastet. Por a është gjë e mirë nëse shkëputen shumë, se unë shoh shumë mjek që janë shumë të ftoftë, nuk din as me komuniku, nuk din as me ta thënë një fjalë të mirë. A ja mund thjesht një numër për një mjek, thjesht problematika e sotshme rrallës apo? Shiko, fatkeqësisht sot, jo vetëm në fushën time të dentistrisë, por edhe në fushën e mjekësisë përgjithshme, e kanë kthyer si biznes. Por ata që kanë eksperiencë të shumtë profesionale, janë mësuar me idenë që duhet të jenë pak të ftohtë, pavarësisht se realisht ata mund të preken. Por mundohen të jenë sa më të ftohtë, sepse nuk duan t'i transmetojnë atë energjinë e mërzitjes pacientit, sepse ai është gjaj demoralizuar, ai ka nevojë për një energji të mirë, energji pozitive që ta ndihmosh të ecë përpara për sëmundjen aktuale që ai mund të ketë. Por që është e vërtetë që ka plot që janë shumë të ftohtë që nuk duan t'ia dinë. Por mendoj që të gjithë ata që mundohen që të jenë të ftohtë e kanë një histori në familjen e tyre që thonë ne kemi kaluar shumë dhe nuk më bën përshtypje këto që dëgjoj. Kjo mendoj që duhet jetë sekreti. Të kuptoj. 2 pyetjet e fundit. Cili është mesazhi jot për rinin shqiptare? Mësoni sa më shumë. Jeta nuk është vetëm telefon dhe kompjutra, inteligjenca artificiale, sepse realisht ne kemi dëgjuar sot që po shpiken robota për të zvendësuar profesione dhe kjo nuk është normale që inteligjenca artificiale të zvendësojë njerëzimin. Ky është fundi botës për mua. Mësoni sa më shumë. Dhe jo vetëm për të ardhmen tuaj, por për të ardhmen dhe të familjarëve tuaj, sepse nesër pas nesër ata do jenë në dorën tuaj. Jeta, shëndeti i njeriu nuk është thjesht një telefon. E kuptoj. Tash do mbyllim bukur, po të përgatis pak, si thash në fillim. Shikoj që je shumë e lidhur me nanën. Edhe keni ndërtuar gjanat bashkë. Edhe besoj çdo gjë keni kalu bashkë. Besoj që i ke thënë shumë fjalë. Po ç'a do ishte mesazhi jot për të? Kështu pak nga larg, ca kilometra larg. Mesazhi im për të është që pa ty sot nuk do isha ekzistente fare në të gjithë kuptimin e fjalës.
Si në profesion, si në anën personale, sepse ne nuk jemi vetëm kolege, ne jemi shumë shoqe, se jemi rritur me atë frymën jo të frikës që apo bë mami, apo bë kjo, apo bë ajo. Absolutisht. Ajo ka munduar të krijonte një ambient sa më komod, sepse kemi qenë vetëm ne të dyja, dhe ajo i ka luajtur të gjitha rolet e jetës së saj, si baba, si shoqe, si shok, si nën, i ka bërë që të gjitha, që unë nesër pas nesër kur të përballem me të gjitha llojet e figurave njerëzore, pavarësisht se ka qenë pak e vështirë, por pa të unë nuk do isha askush, realisht. Bianca, shumë faleminderit, ishte kënaqësi me negju historinë tuaj. Po ja la rallën Jons, ka një human touch, domethënë një prekje njerëzore më të bukur se sa unë. Bianca, po ti veti ke frikë dentistët? Jo, unë s'kam frikë nga asnjë lloj procedure që bëhet fjalë dhe me anë shëndetësore, me thënë të drejtën, jo më dentistët, që unë i di procedurat hapas hapi që do ndjekim. Absolutisht, nëse është një dhëmbë për të mbushur, ulem aty në poltron dhe them ta mbarojmë këtë procedurë sa më shpejt. Interesante. Sa klient ke se veti apo shumica e shqiptarëve i kanë frikë dentist? Shumica e shqiptarëve i kanë frikë, por që unë realisht merrem me një moshë më të vogël, merrem me pjesën e ortodontike. Ata janë mësuar me mua dhe vinë me qefi më të madh, vinë më përqafojnë dhe thonë, "Ok, më në fund erdha këtu." O sa mirë. Sa kujdesemi ne shqiptarët për dhëmbët? Mund ta ndaj në probabilitetin 50-50. Pavarësisht se kanë një informacion dhe unë mundohem t'ia them çdo ditë më shumë që larja e dhëmbëve është shumë e rëndësishme, sepse ti nuk lan vetëm dhëmbët, por bakteret e gjithë organizmit akumulohen aty te pjesa dorsale e gjuhës dhe ja them të gjithëve, mundoni të lani pjesën sipërfaqësore të dhëmbët, sepse ti largon komplet të gjitha bakteret. Sidomos në mëngjes që kur ngrihesh ke atë erën e keqe të gojës, sepse goja ka qenë tërnatën e mbyllur dhe kanë fjetur gjumë të gjitha bakteret. Aty ti ndoshta nuk i eliminon të gjitha, por pak nga pak duke bërë larjen dentare normalisht që një pjesë arrin ti eliminosh dhe në darkë patjetër që është shumë e rëndësishme. Kam pas thënë që përmishrat e dhëmbëve të bën mirë ujë me krip. Sa e vërtet është kjo? Absolutisht jo. Si ujë me krip, si ujë me sot që e dëgjoj gjithmonë, edhe ujë me sot, edhe limoni. Këto kanë acide, kanë vetigryse dhe realisht nuk prishim vetëm pjesën sipërfaqësore të dhëmbëve, por edhe gingivat, mishrat e dhëmbëve. Janë armiku kryesor. Kategorikisht i ndaloj të gjithë pacientët dhe ja them çdo ditë mos bëni shplarje për ujë me sodë apo me krip. Mund të bëni ujë me kamomil, e zjen e kthen në çaj ose me rigon, është dhe është shëndetshme për organizmin, po dhe për dhëmbët patjetër. Okej, faleminderit që na e the këtë këshillën, se do ta kemi parasysh ujin me rigon dhe me kamomil. Bianca, pse na dalin stërdhëmsat? Stërdhëmsat? Stërdhëms. Pse populli e njeh si term? Është dhëmb mbi dhëmb. Si quhet? Dhëmb të retinuar, po nejse, lërese. Stërdhëmsha jo. Okej, në rregull. Se kisha thënë ndonjëherë. Ja ta them unë. Okej, dhëmbët dalin për shkak sepse ndikon ana genetike shumë, realisht. Dhe nuk kanë atë kulturën dentare që ti duhet ta sjellësh fëmijën që sa i dalin dhëmbët te klinika dentare që ta mësos se si të lanë, po ana genetike ndikon jashtëmase shumë, plus dhe ushqimet me hormone ndikojnë. Në shumicën e rasteve unë që merrem me ortodonci shikoj ana palatinale ose qellza, siç i thot populli, është shumë e ngushtë, si fole zogu në thonjza. Dhe realisht dhëmbët nuk kanë vend ku të pozicionohen dhe dalin sipër njëri tjetrit. Kjo ndodh. Nuk e di çfarë ka ndodhur me ty kur ke qenë e vogël, po mua mbaj mend kur më doli dhëmbi i parë, ime më e hodhi te çatia. Kjo është edhe në ditët e sotme, por jo. Nuk e di a ka më çati në për qytete, se janë për gjitha apartamente kështu pallate, por që ç'a kuptimi ka? Pse duhet ta hedhim dhëmbin e parë te çatia? Këto janë thjesht legjenda, me thënë të drejtën, por ishte vetëm ajo ideja e heqjes frikës fëmijës, sepse kur dhëmbi fillonte i qumshi të luksonte ose të lëvizte, fëmia thoshte jo nuk e heq. Edhe i thoshin ose hidhen çati ose do ta marri Zana, do t'japi 200 lekshin poshtë jastokut. Jo. Ka qenë një metodë tjetër që dhëmbët e para të qumshtit na i lidhnin me pe. Nuk e di të ka ndodhur të kjo. Më ka ndodhur edhe mua kjo. Ne kemi mësuar trauma. Më ka ndodhur. Edhe dhëmbin e parë kisha vështirë unë që mashkulli mame. Lidhi me pe dhe mashkullin, ndërsa atëherë ti bënim te dera. Nuk e di sa. Është pak e dhimbshme vetëm kjo ideja. Po më mirë ose shkoni te dentisti, pavarësisht se ka fëmijë që nuk shkojnë dot sa e kanë atë frikën, ose nëse dhëmbi shumë që fillon lëviz, jepini fëmijës një moll. Sepse forca për ty pse janë më të lehta aty dhe dhëmbi del shumë kollaj që ti heqi dhe idenë e frikës fëmijës.
Shumë metodë e bukur. E shikon. Tash unë do të them për ushqimet, jo që i dëmtojnë dhëmbët, se i dim që çokolladat e patatina siç i përmendet, por ushqimet që i bëjnë mirë dhëmbëve. Ka shumë realisht, sidomos duke filluar nga perimet apo zarzavatet që janë shumë të shëndetshme për fëmijët dhe si për rritjen e tyre, sepse realisht ushqimet me hormone janë këmbkryq në ditët e sotme dhe nuk dëmtojnë vetëm dhëmbët, dëmtojnë dhe organet, dhe sidomos për fëmijën që është ende në rritje dhe në zhvillim, sidomos te pjesa e trurit. Dhe e them shpesh, mundohuni që ushqimet e fëmijëve dhe kur shkojnë në shkollë, t'i gatuajnë vetë nënat ose mamat që t'i marrin me vete se sa të blejnë në një molt apo në një diçka tjetër. Më mirë t'i ushqime bio dhe ai të mësohet edhe me kur të rritet vetëm atë idenë që unë sot duhet të ha gjellëra të ndryshme, sepse ato përmbajnë dhe element kryesor si vitaminat që janë shumë të ushqyeshme për fëmijën. Okej. Unë kam pyetje të çuditshme. Tani ky dhëmbi qenit. Pse i ka ngel emri dhëmbi qenit? Ç'a lidhje ka dhëmbi me qenin? E para quhet, siç i themi ne, kanini. Dhe sidomos te noflla e sipër në maksil, në arkadën dentare është më i madh nga të gjithë dhëmbët, është ai që pret, është dhëmbi prerës për ushqimet. Dhe realisht ka deri diku le të themi, dhe tek kafshët e qenë, që prandaj ka të formën dhe simetrinë, prandaj thonë dhëmbi qenit ndryshe. A ka njerëz që nuk e kanë dhëmbin e qenit? Jo, mund të ketë mungesa të ndonjë dhëmbi tjetër, por jo tek kaninët ose dhëmbët e qenit. Okej. Tash edhe një pyetje për këto dhëmbët e pjekurisë. Po. E zëm se na dolën dhëmbët e pjekurisë. U poqëm ne? Jo, është thjesht legjendë, thjesht ana teorike, sepse realisht ka dhe pacientë që nuk kanë dhëmball pjekuri ose molar të tretë, siç i themi ne, dhe kjo nuk është ndonjë gjë për tu tremur o bobo, nuk u poqë. Absolutisht jo. Thjesht nuk dalin, nuk kanë ndonjë gjë, por edhe dalin absolutisht dhe nuk kanë ndonjë gjë për tu shqetësuar. Nëse ai dhëm nuk është i prishur, ti nuk e pse e heq, o bobo ta heq. Po, shumica i heqin faktikisht. Zakonisht unë do thosha nëse ai fillon të ketë infeksion në fund apeksit të rrënjës ose të jep dhimbje, fillon edema ose ëndja, patjetër që ti do përfundosh në stadin e heqjes dhe nuk ka asgjë për tu friksuar. Sepse më thonë gjithmonë o bobo, dhëmballa e syrit do ta hesh. Ndonjëherë ato mund të ishin shumë herë më lehtë se në një dhëmball tjetër, kështu që varet nga ana e pozicionike, anatomike e dhëmbit që realisht bëhet me antigrafisë për ta parë. Mosha që kujdeset më shumë për dhëmbët. Zakonisht prindërit janë shtys tek fëmijët. E harrojnë veten e tyre për fëmijët. Dhe unë mundohem t'ja them, ndoshta prindërit nuk e kanë pasur atë kulturën e mëparshme, se nuk e njihnin as furçën, as pastën, por mundohem tek fëmijët t'ja them, dhe kur vinë në klinikë i bëj nga një dhuratë të vogël që të gënjehen me atë idenë që të lahen dhëmbët. Sepse sa më shpesh të lahen dhëmbët, aq më shpesh do ta eliminojnë këtë ardhjen te dentisti. Dhe realisht mua më pëlqen më shumë një dhëmb vital se sa një dhëmb i destrukturuar. Dhe realisht fëmijët në ditët e sotme, jo pjesa dërmuese, por në përgjithësi një përqindje e vogël le të themi, e kanë filluar ta njohin këtë pjesën e furçës edhe të pastës, sepse shikojnë të shumë këto kukullat që dalin dhe janë shumë frutdënëse dhe leksione shumë të mira për fëmijët. Kështu që pjesa dërmuese fillojnë tek fëmijët, zakonisht pjesa e adoleshencës le të themi. Bianca, gjëja e parë që shikon tek një mashkull janë dhëmbët? Po. Jo vetëm tek meshkujt, por te të gjithë individët, por është e vërtetë, nëse të tjerët shkojnë në një tipar syt, flokët, ai mund të jetë i bukur, yll, momenti që buzëqesh dhe dhëmbët palar, red flag. Nuk është kandidati. Jo, absolutisht. Në rregull, po duhet bërë edhe këtë pyetje, kupton se. Okej, këshilla më e vlefshme se ti punon me mamin. Dy kolege, domethënë brenda një familje në punë me tëndin thonë mos puno. Qëndron tek juve kjo? Ndoshta nëse janë në fis, por jo në familje, absolutisht, sepse biznesi mirë bëhet në familje, do thoja unë, sepse nuk ka atë inatet me njëri tjetrin që pse ky fiton më shumë se unë. Absolutisht jo, është biznes i përbashkët, fitimet po janë të njëjta dhe nëse nuk fiton asnjërin si ka që të dalin çdo gjë në mënyrë perfekte. Është brenda familjes, absolutisht. Domethënë fitonin ai çik kështu. Po fiton çik. Po sa fitoni Bianca? Po tani. Po vjen dhe tash ne shqiptarët jemi pak kurioz. Kur fillon punë të re thonë, "Po mirë, aty të puna mirë. Sa i ke rrogën?" Aty ngelemi ne. Shikoj, si të gjithë bizneset do thoya që fitojnë. Absolutisht fitojnë, sidomos me ditët e sotme me ortodontsinë, drejtimin e dhëmbëve dhe telat, siç e thot populli, dhe implantet, fitojmë, shqyr zotit mirë. Me shëra fjalat e telat.
Po. Unë kam nevojë për tela? Do thosha më shumë për shkak edhe të moshës, për maskerinat ose Invisalign që i thoshte në mënyrë të padukshme për drejtimin e dhëmbëve. Sepse aparatet ortodontike ose telat që thot populli, unë personalisht e sugjeroj më shumë tek fëmijët, janë më shumë ndihmëse. Ndërsa ne që jemi në punë, në marrëdhënie të përditshme, do sugjerojmë shumë maskerinat në mënyrë të padukshme dhe bëjnë efektin po njësoj. Okej. Do hapni klinikë në Tiranë? Se po pyes kështu me stil. Po, në një të ardhme, po ndoshta më shpejt, ndoshta për një maksimumi 2, mendojmë që po. Në klinikë juve ofroni edhe estetikën faciale. Që do të thot edhe këto injektimet e vogla për estetikën e fytyrës. Sa të përhapura janë edhe ata që kanë frikë t'i bëjnë, domethënë cila është mosha që duhet të fillojnë të mendojnë edhe për këtë lloj estetike. Injeksionet e fytyrës janë shumë tabu në ditët e sotme dhe është anë estetike është në thonjza diçka qefi, por unë do të thoshja më shumë për ata që duan të përmirësojnë vërtet diçka, jo që ta egzagjerojnë, sepse nëse ti ke propozicionin e fytyrës të rregullt, nuk ke pse egzagjeron ta mbushësh me filler ose acid hyaluronik sa më shumë sepse del totalisht skandal. Zakonisht mosha për mua realisht mund të fillojë nga 25 e lartë. Vinde akoma më të vegjël thonë mua më ka dalë rrudha. Jo të gjitha rrudhat janë rrudha, mund të jenë shprehi të fytyrës. Nuk do të thotë që ti të doli një rrudhë dhe o burra ta heqin me botox ose me filler, absolutisht jo. Janë shprehi të fytyrës dhe është krejt normale. Unë kam dëgjuar që botoksi të bën mirë për migrenën. Sa e vërtet është? Është shumë e vërtet. Unë jam një ndër ata pacientë që vuajnë nga migrena dhe unë e aplikoj shpesh botoksin. Ndoshta jo një herë në 6 muaj siç mund ta bëj, po një herë në vit mundohem sepse realisht të pis tërkohës ilaçe për shqetësimin e dhimbjes së kokës shumë stresuese dhe mundohem ta bëj këtë gjë. Të qetëson më pas. Shumë realisht relaksimin e muskujve. Mund të kesh një dhimbje të lehtë koke, por ne që vuajmë nga migrena nuk është absolutisht asgjë. E qartë, na këshillove mirë me. Unë se dia vuaj, po dhimbje koke kam shpesh. Ëndra jote më e madhe profesionale, ku e shikon veten mbas disa vitesh? Ti jem një kirurge, të kem një spital të timin, sepse më pëlqen shumë kirurgjia maksilofaciale. Nuk ka shumë kirurg maksilofacial, jo vetëm në Shqipëri, po në mbar botën. Më fal pak, çfarë është kjo? Kur të dalin se s'mund të dim kur të dalin tumoret në nofull dhe janë tumoret masive, sepse kirurgjia orale ka ato minimaliste të vogla, ndërsa maksilofaciale prandaj quhet maksil diçka e madhe. Kjo është e gjitha. Kjo është ndrejme që të kem një spital të timin me perspektivë në të ardhmen. Kemi neve shkolla këtu që i bëjnë këto? Po. Këtë vit u hapën 2 universitete private, por akoma janë në testime. Është shteti realisht, por pak veta mund të pranoj, aq sa e ka kapacitetin. Por realisht është shumë e vështirë sepse nëse ti do vesh edhe në shtet, edhe në privat, testohesh me anë të një provimi. Nuk mund të futet kushdo. Sado që të jetë privati, nuk mund të futesh sepse ata duan testojnë ku është niveli yt që ti do arrish të mësosh, sepse ti mund të jesh student i pesës, por nuk mund të futesh në një sallë kirurgjie. Nëse ti arrin e kalon atë provim me sukses, pra ke një njohuri të përgjithshme, patjetër që do futesh në atë universitet. Duket qartë që nëna jote është një mbështetje shumë e madhe për ty, s'ka nevojë fare të të pyes për këtë pjesë. Kjo lloj kirurgjie që ti do të studiosh, ajo është dakord me këtë? Gjithmonë, sepse unë duket shumë e rëndë, prandaj duket shumë e vështirë. Ja, unë kam një karakter edhe të fortë, edhe të ftohtë dhe emocional, por në punë jam pak e ftohtë. Dhe unë gjithmonë kam dashur atë kirurgjin, ideja e të qenit kirurge, dhe ajo më tha, vazhdoje, sepse stomatologjia ta jep këtë shtysën, ndihmën që ti jesh kirurge, jo vetëm mjekësia e përgjithshme. Kështu që ai gjithmonë ka qenë shtysë dhe sot tek kësaj dite më thotë, çfarë do gjë që të vjen në mendje, për të ardhmen tënde, unë do të jem mbështetja jote deri në fund. Bravo mami. Një big up për mamin. Jo, bravo se ndonjëherë edhe kanë frikrat e veta, prindrit zakonisht frikrat e veta ja instalojnë. Ka shumë besim te unë jashmase, sepse e di sa përpiqem dhe sa mësoj unë. Dhe ka momente që mërzitem dhe më thotë, se vri mendjen është thjesht një sprove momenti, do ja dalësh, ti ja ke dalë, ke arritur deri këtu, mendon se një gjë e vogël do të deluzoj të biesh poshtë në moment, gjithmonë. Koha me shoqërinë, një vajzë e re arritur në karrierë, kalon kohë me shoqërinë apo vetëm studion? Mundohem kur të kem, mundohem ndonjëherë dhe ma thot, ma bën vrejtje shpesh shoqëria, mi se ke unë fare kur do dalim.
mundohem realisht të gjej sikur fundjavëve zakonisht ta gjej atë kohën time për të dalë, që të dal nga e rutina, monotonia e përditshme të punës, mundohem shpesh të dal me shoqërinë. Se të pyetëm për çdo gjë, vetëm për veten ja. Nëse do të jepej mundësia të largohesh nga Shqipëria. Do ta mendoje 2 herë apo do ikje me vrap? Dikur e mendoja si opsion, sepse isha ndoshta e vogël dhe ishte ajo tabuja të gjithë iknin. Pastaj në një moment të ftohtë mendova, unë pse duhet iki? Unë i kam biznesin, mund të eci përpara këtu. Ti mund të jesh dikush në çdo vend të botës, mjafton që atë që bën ta bësh me vullnet, pasion dhe seder. Nuk do të thotë se o burra mora çantë tani dhe po iki nesër. Dhe andaj ku do shkoj nuk është e lehtë. Do filloj çdo gjë nga e para. Vullnet, pasion dhe seder. Pse këto të treja? Sepse nëse ti ke të treja së bashku në një të vetme, është një mesazh shumë i mirë që ti të mësosh dhe të ecësh përpara për ambicien tënde. Unë të thash që parë, nëse unë buzëqesh për shembull, çfarë më mungon? Të mungon një piercing tek dhëmbi. Ndoshta, ja, siç e ke vendosur ti. Ku mund ta vendosun këtë? E ngjis vet? Jo, absolutisht jo, sepse ti mund të marrësh një atak edhe ta ngjisësh, po ai ataku është armiku kryesor për dhëmbin. Jo vetëm në klinika dentare, është thjesht një ngjitje, patjetër, është thjesht një ngjitje. Ti nuk e prish dhëmbin, se më pyesin të gjithë, a gryhet dhëmbi, a prishet? Po në momentin që e vendos vet, nuk do bëjmë armike vetes time që të prish dhëmbin tim. Absolutisht, thjesht ngjitet. Dhe ti vazhdon ditën në mënyrë sa më komode. Po te kjo estetika faciale, se unë ngort për këtë. Ta dija që bëj edhe kështu gjërash. Çfarë këshillon për shembull tek pjesa e, nuk e di, bëni filler të buzëve? Po, patjetër. E bëj, por nga 18 e lartë patjetër, sepse ti je minorene dhe nuk mund të bësh buzët sepse ti je ende në zhvillim. Vin ndonjëherë kështu gjimnaziste? Vin, absolutisht që vin dhe i them jo, sepse ti je në rritje. Por fytyra jote mund të ndryshoj dhe mbas 5 vitesh, 10 vitesh dhe unë nuk mund të t'i bëj ty buzët. Absolutisht jo, dhe aq më pak kur je minorene, sepse pas nesër më vjen prindi dhe më thot, kush ta dha ty të drejtën që i injektove bëre buzët e vajzës time. Kështu që unë gjithmonë jam 18 e lartë. Ka ardhur ndonjëherë në klinikë ndonjëherë me dëshira kështu për të transformuar komplet? Shumë. Më vinë gjithkohë, sepse shikojnë yjet hollywoodiane dhe thonë dua të jem kështu. Ti nuk mund të jesh se janë mësuar me filtra ndoshta, ti nuk mund të bësh ashtu realisht. Ti do jesh vetvetja. Ne mund të plotësojmë ato çfarë ty të mungon. Ndoshta mund të ketë rënë tonusi muskular, pra të bien pak faqesh dhe ne mund t'i ngrem pak, por në mënyrë sa më natyrale. Realisht, sepse ka nga ato që thonë dua të bëj filler të ngrem mollza, por ti kur të buzëqesësh mund të mos duken dhe pak syt, do dukesh shumë keq. Dhe unë këtë asnjëherë nuk e sugjeroj, jam pro naturalitetit gjithmonë. Mua për shembull çfarë do më sugjeroje, me që të kam këtu? Vetëm pak botox dhe kontur të jawline-it, asgjë tjetër. Okej. Kur do e hapësh atë edhe një herë atë klinikën në Tiranë? Hajde Bianca në Tiranë se i ke klientët gati. Shumë faleminderit. Faleminderit juve.